Pas kritikave, komuna e Tetovës shpall 1 dhjetorin ditëzie për vdekjen e këngëtarit Shpat Kasapi. Komuna e Tetovës që drejtohet nga Bilal Kasami ka vendosur që datën 1 dhjetor 2025 ta shpalli ditëzie në nderim të këngëtarit Shpat Kasapi, i cili ndroi jetë në mesjavë në Itali dhe u varos në vendlindjen e tij në Tetovë ditën e djeshme. Ky vendim me gjasa i marrë në një mbledhje online erdhi pas kritikave që janë bërë për mos caktimin e një ditëzie pas vdekjes së këngëtarit. Sot e hënë, 1/12/2025, për shkak të vdekjes së këngëtarit Shpat Kasapi, komuna e Tetovës do të shpallë ditëzie në të gjithë territorin e saj. Shpat Kasapi dha një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e kulturës dhe muzikës në komunën e Tetovës, Republikën e Maqedonisë Veriut dhe në skenën muzikore shqiptare. Ngushëllim e familjes, miqve dhe gjithë artëdashësve, thuhet në njoftimin e komunës. Veprimtari i çështjes kombëtare shqiptare Bardhyl Mahmuti kritikoi udhëheqësit shqiptar të Tetovës për trajtimin që i bën Shpat Kasapit pasi vdiq në 26 nëntor. Këngëtari u varos në orën 12 ditën e djeshme në varrezat e qytetit të Tetovës.